A tu ka dok nga herë që jeti ardhë kotë në fitness edhe nuk jeti u pa hiq realisht jeti ushtru? Arsyeja kryesore është se ti je duke i neglizhuar 3 muskujt kryesor: trapezin, krah dhe pjesën e epërme të gjoksit. Rikonstruktrimi i trupit ka shumë rëndësi, edhe si e ushtron atë, por gjithashtu dhe seleksionimi i ushtrimeve enkas për biomekanikën e trupit tënd. Tani, çka unë të kisha sugjeru është që tek pjesa e gjoksit me fillu gjithmonë ushtrimet me pjesën incline, me pjesën pjertas, ndërsa tek pjesa e trapezit me oja fillu ushtrimet me pjesën shrugs, ose me fillu në fillim të ushtrimeve të kraharorit ose shpinës. Por neglizhimi i pjesës së mesme të kraharorit dhe neglizhimi i pjesës mbrapme të kraharorit ka shumë rëndësi. Për atë arsye them mos ti neglizhosh dhe ti bësh ushtrimet e lateral raises dhe pjesës së tërheqjes së mbrapme për kraharor. Kije parasysh që kjo dëshiron një kohë të gjatë, afërsisht 6 muaj që të rish në kalori plus të ndërtosh masën muskulore. E nëse ti nuk din se si ta bësh këtë gjë, atëherë më kontakto mua.